Ekzistojnë. Roni, për durët kjo? Dhe në anën tjetër, Kroni ata ndikon kjo tek fëmijët. Në qoftë se fëmijëve nuk ju sqarojmë, nuk ju shpjegojmë mënyrën e kësaj performance, le ta llogarisëm se kjo mund të jetë një performancë artistike, sepse akoma nuk kemi informacion ky person a është intervistuar, është identifikuar nga ndonjë person tjetër ose nga njerëzit e komunitetit aty ku jeton. Dhe unë kam bindjen që ky është një eksperiment që ka të bëjë me perceptimin e frikës apo dramave horror për të matur pa sigurinë e njerëzve në një komunitet caktuar. Që janë në pubertet, Ardiana mund ta thoj nga përvoja e saj me një prej fëmijëve që e ka, besoj, në trakt pubertet. Kërit lloje di ka. Kërit lloje të fëmijëve. Edhe AI ta ka shtu dhe një, po. Edhe në meso mosha që shidhojnë, e të poshtë. Sepse ka një dëshirë të madhe, shoh edhe unë nga fëmijët e mi, që duan të shohin horror, ndërsa se kanë moshën fare. E qysh Jona, veç një sens për kuptoj. E qysh na ja ulojnë fëmijëve tonë mi po filmat horror, për shembull filmi i fundit është keni po. Duan të shohin, po duan. Ato mos i vesh një gjë. Krona po, çupata rën. Rën, unë aktualisht jam punë, burri jam është në punë, fëmia ka kryer shkollën, i ka 12 vjet edhe është në shtëpi, edhe unë nuk muj me kontrollu se çka i hap televizion. Muj me kontrollu se çka hap në telefon, sepse kom halo ende me kontroll parents, po në televizion nuk muj mja ndal. Ja kupton sjelljet, ja kupton adrenalinën, reagimet, pyetjet kurioze, çdo gjë tjetër gjatë diskutimit që zhvillon me fëmijën. Kjo është shumë e rëndësishme. Kjo është shumë e vërtetë, po na nuk po flasim për që kjo sken, që kjo ngjarje, a di ç'është po më ngjason mua sipas opinionit tim. Po më ngjason sikur se filmi Terrifier 3-shi, ndoshta e keni pa. Do të thënë po munohen me bëni performancë artistike, me ndryshu pak rutinën. S'ka qenë as performancë, nuk ekziston ky njeri. Ka qenë e kryun edhe imazhi i parë me AI, është i kryun puro nga inteligjenca. Urna? A e ke po filmin Terrifier 3-shin? Do shta dhe po. Basë në shta po film, po imazheria për cilën po flasim është produkti e AI-it. Nëse bërë më kyç, ka shumë foto që publikohen me AI. Po pyetja është pse që ke foto ka vëz. Vëzi, fix. Kjo ka të bëjë narrativa, përshkrimi që shkruaj. Jo, kjo ka të bëjë me tri, që më thonë, shtyllat kryesore të algoritmit, që është lakmia, panika edhe lufta ose ideja që ka mendon diçka shumë e keqe. Edhe kjo ka hit tek panika. Edhe algoritmi këta e ka vëz. Sepse kur ka ngjall panik, ajo bëhet automatikisht virale, për shkak që njerëzit komentojnë më shumë, ja dërgojnë njëri tjetrit më shumë, dhe kështu ndërtohet engagement. Po tash, për shembull, a kemi pyetja për mua është çish njerëzit në këtë vend, se shumë njerëz që janë edhe shumë tritur, domethënë, të pjekun, vendosin me besu në çësi lajmi. Çështja është apo vendosin me besu apo ndjekin trendin. Jo, unë e di. Apo shumë e lehtë me besu apo ndjekin trendin. Shumë më e lehtë me besu që një fantaz po janë ata për vështirë mundet me të kap, sesa me këqyr një histori që ka bërë Jana për ndaj skem të korrupsionit. Po në anën tjetër, jo, po truni është ma. Jo, e ke një makinë Gjelbert, që bën defile, e është lajm në portale gjithkohës, e tash fantazma rrugabe, makina papiqulli ose di se ka emrin. Po ai që ka bop, u koni meqëm se ka zhjetë lokacionin edhe mënyrë si qysh me transmetu. Po nuk e di, në shkon interesant me ditë kush është autori, se kjo është shumë element. Një përgjigje. Një përgjigje, a mundë mundet më thonë? Po. Ne jemi të prirur me besu në gjëra misterioze, magjistareske që ngjallin adrenalinë. Dhe është shumë rëndësishme ta kuptosh një gjë. Këtu, kjo figurë e maskuar, tek personat, përveç në ngjallë adrenalin, po ngjallë atrakcion. Po, dhe kështu, veç pak vullnat, çështja është kështu, shumë njerëz të cilët nuk e besojnë që i kom pas se e kanë bu share këtë imazh dhe kom dashur me bashkëbisedu me ta, kanë thonë, jo më çfarë, kjo është veç ajgarëve që bëna share, sepse trendi, domethënë ai kanë besu imazhet, ai kanë besu trendit që i kanë shu tani për profilet e tyre. Jam të lexuar një libër të Hararit, Nexus për AI. Okej. Edhe një sa interesante kum kuptu. A din cili është libri i parë që kur u bë printi, që është më i shituni? The Richest Craft është ndjekja e shtrigave. Libri më i parë i shitun që u shtyp në herë, që njerëz kur e kanë, se na kur e mendojnë që ka lind shtypi shkronja, na mendojnë që ka lind Dhe ajo flet për revolucion. Ajo flet edhe për pjesën e krishterizmit që për mënyrën se çysh me ndjek fantazma. Domethënë,
prej herës e parë, kur ka dalë diçka publike, që shpërnda me të tjerët, prej që atë herëshit, ma interesum njerëz janë kanë për me këshirë për shtriga, për fantazma, Dhe vazhdojnë tjetë ashtu vullnet. Për shembull, përmendëm këtu magjit e zeza. Njerëzit vazhdojnë të jenë prirur, besojnë pra në gjërat që nuk janë të prekshme, e nuk i shohin ato që janë gjitha gjasave, ata të parë që kanë hangër shrumsa në fillim, na për dikon savana, që kanë hinë tripa, ata krej që të ja kanë hujtë. Jo, po më resej se s'ka ti të shpjegim. Që ta të parë që kanë hinë tripa me shrumsa nuk e di që... Edhe një çështje e cilën na duhet me diskutu është roli i medias, sepse nëse kjo kishin veç e shpërndarë në rrjetet sociale, në për Facebook-at e njerëzve, unë nuk besoj që kish pas për masat më dhaja. Roli i medias si media është të verifikoj se cilin lajm që e poston dhe jo ta qes një titull të tillë të lajmit që film fantazme po del ose një njeri i veshur si fantazm po del në ora 2 natës dhe po njeh njerëz. Dikon e kom po që është edhe me thik, dikon i kom rëndësinë e saj në mënyrë që, okej, nëse ti don me e postu si fotografi, postoje, po vendosa një yll aty, trego që është fotografi e gjeneruar me AI, ose qka do që. Ajo shumë është procesi i vështirë. Për mu që është e pakapshme është... Që kjo fotografi s'ka qenë procesi i vështirë. Për ju për fotografi, një për flasin për fotografi që shumë let është vërtetu nësë është... Deskenale shumë të erta, Ardian, kur njerëz ka me... Teknologjia ka me avancu shumë. Për teknologji, frika që vjen për AI-s, unë e muj me thonë, unë vetë ja dhash ma bo një fotografi me komplet familjen, edhe ma zhdukin janë një djallë, ma qitin një djallë tjetër, një djallë që se gëziston, që se shbjene. E boni një kombinim mes dy djemve. Ashtë është një shajt për... Nëse ti analizoj, ishke një kombinim mes djallit